to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në Top Albania Radio, por edhe në kanalin tashmë të Top Albania Radios në digital, për kanalin me numër 10. Për të gjithë ata që do të humbasin transmetimin premier të këtij programi sonte në radio, ju kujtoj që mund të aksesoni kurdo që ju të dëshironi në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Ky është një back to the beginning, është një kthim pas në kohë me personazhe të ndryshme të jetës publike në vend, ata që i njohim në një skenë më të vogël, siç mund të jetë skena televizive ose skena një teatri, po këto janë skena të vogla krahasuar me një skenë të madhe, ku publiku është gjithmonë i ndryshueshëm, ku ti asnjëherë nuk e di se përpara kujt do japësh shfaqje, do thoni ju, po pse kush e di në teatr se përpara kujt do japi shfaqje, po në përgjithësi janë pak a shumë të njëjtit njerëz që qarkullojnë, ata që janë dashamirës të teatrit të dramës ose ata të teatrit të operës dhe baletit, apo ato të cirkut, apo iniciativave të tjera artistike, kurse ai është ndryshe. Në fakt në vetëm 50 minuta bisedë paraprake përpara se të vinim në një transmetim si ky, un kam mësuar shumë gjëra, ato që ndoshta nuk do t'i kisha imagjinuar kurrë për një djalë i cili sot jeton në vitet e Krishtit, siç quhen, në të 33-tat e veta. Shumë kush e mban mend si figurën Black, po jo dark, me kapele në pedonalen e Tiranës, ndërsa të shpon ëmbël veshin, një zë ëmbël që nëse dikur këndonte vetëm një këngë dhe e përsëriste her pas here, duke u përpjekur t'i mbante mend kalimtarët e rrugës që të mos ishte i bezdisshëm për ta, sot ka repertor, ka plot repertor, është Kristi Karkanaqe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, më pëlqeu shumë hyrja. Faleminderit. Shumë shiko. Ka hyrje të bukura kur brumi, kur ai frymëzimi që merr autori, moderatori në rastin konkret unë ekziston, se nëse nuk ekziston, unë nuk jam magjistar nga ato që mund ta shpik brumin, ndërkohë që ti magjinë e magjisë e ke provuar. Qa mund të në këtë rast se të flas për vete. Faleminderit. Krist, kështu quhet ky program, Back to the Beginning. Pavarësisht se ti ke bërë shumë gjëra, edhe njerëz të ndryshëm, grupime të ndryshme mund të të mbajnë mend në episode të ndryshme të jetës tënde artistike profesionale. Dikush të mban mend tek Selavia në Klan, dikush të mban mend tek statujat e urës së vogël të bllokut. Një pjesë e mirë e njerëzve të mbajnë mend, të kujtojnë, të shohin dhe sot në pedonalen e Tiranës. Por atë kujtohet kur vendoset të dalësh në rrugë. Sa e ashpër është kjo fjala, ose kjo fjalia, ose kjo pyetja, të dalësh në rrugë, po aq është edhe ajo, siç më shpjegove para pak, s'ka si rruga, se ti nuk e di kush është. Fiks nuk më kujtohet, por mbaj mend episodin e parë kur mamaja ime më dha pagesën për të bler boksin e parë. Doja faktikisht të t'jepja diçka njerëzve. Unë e vogël jam rrit në cirkun e Tiranës dhe harova të them dhe diçka që parë, që tash më kujtova nga biseda. 12 vjeç tek liçeni i Tiranës shisja Tullumbaca. Shisja Tullumbaca. Okej. Edhe kuptova që fëmijët kishin shumë nevojë që jo vetëm të merrnin Tullumbacat, edhe kokoshkat që kishin te liçeni, por edhe të argëtoheshin se mbaronte ky proces, po pastaj ç'a ndodhi. Edhe nga ky rast pastaj bleva bokse. Edhe kujtoj që nga rruga Elbasanit deri tek bloku e kam mbajtur në krah, se më mbaruan lekët. Që të merri taksi. Nuk kisha, mos ishin fiks lekët. Mora në krah, kish bateri dhe këndova një këngë. 2 orë. E mbaron këngën kush ka qenë? Imagine. Tani kam su komplet strof refren, se atëre prap edhe në momenti që kalonin njerëzit, ashtu siç e tha dhe ju pak më përpara, e fiksoja që kush kalonte 2 herë të dëgjonte vetëm instrumental. Një burr faktikisht është një episod, një zotëri, ma kuptoi këtë skemë. Edhe e kaloi për herë të dytë. E la të tha, kam të t'jap tha diçka, po më këndoj kokë tjetër. Dhe i thash të them vërtetën dy vetëm këtë. Se ai faktikisht kishte një lokal që ka kështu, ishte një mohabet, po ai kishte kuptuar filmin. Aha. Shiko Krist, njerëzit të cilët punojnë në rrugë, shpesh herë konsiderohen si bezdisës për
klientët e bareve, po themi ata që shesin lule, ata që shesin kartopeceta, çmçakiza, e të tjerë. Ndërkohë, kam përshtypjen që puna jote në rrugë është argëtuese sepse ti nuk je imponues, po ti je ftues. Më ka ndodhur shpesh kjo, sa po them, sepse ata më shohin si konkurrent. Këta që shohin fasoleta, që shesin. Tha një vajzë e vogël kaloi. Mos më jep lekë se ti je duke lyp për vete. Je duke lyp për lekë. Po zakonisht baret më ftojnë që ti je më afër kur këndoj në rrugë, zakonisht e pedonalja, se edhe pllakën e kam shumë fiksim. Kam një, domethënë vendin e kam shumë specifik. Kur ndodh që ka ndonjë aktivitet ose diçka po po rik shumë me këtë kufje si DJ. Mund të më dëgjosh edhe pa kufje, mund të më dëgjosh në koreale pa problem. Po, okay, shumë mirë. Se isha shumë kështu. Dhe vetëm iqi të lutem nga aty që të mos na krijoj probleme me feedback. Edhe po thoya që më ftojnë baret që ti je më afër, po nuk e di, më pëlqen të jem sa më larg. Domethënë duhet që njerëzit të kalojnë edhe të kem atës pikën time aty ku e nisa dikur. Unë do filloj të mas për shkakun do vjerën e parë, do ta shikoj ku je i ulur, do kaloj herën tjetër e do them e ka ruajtur centimetrin e. Janë dy pika tashmë se po bëhen edhe punimet e teatrit dhe kështu gjëra të tilla dhe ka është ajo pika e parë, ka spostime, po prapë është edhe kjo është me lidhje shpirtërore pika e dytë. Si kishe mësuar, unë zakonisht e prezantoj një artist të këngës me një këngë të vetëm, por ta spostoj pak më vonë këngën tënde me që ishim tek Imagine, por dua të di si kishe mësuar ti të këngën, se dhe pse këtë këngën? Pra dikush ta ka futur në mend, diku e ke dëgjuar, pse mësove këtë këngë të parën, ose ndoshta pse këndove këtë këngë të parën, e mbase ke ditur edhe të tjera. Më pëlqente mesazhi. Të pëlqente mesazhi. Më pëlqente mesazhi, plus ishte i këngë thjesht. Tani që po e mendoj, po e thjesht. Mund ta këndoj kushdo. Imagine all the people living life in me. Këto pjesa po kjo nuk e di mesazhi dhe nuk e di pse e lidhja gjithmonë me rrugën, sepse thoshte ndoshta ka qenë edhe subkonsciencia ime që njerëzit më japin diçka, se thotë aty bëjnë një share gjërave që keni, mund të ketë qenë një goditje kështu për njerëzit artistikisht. A kishe parë më përpara, atë kishte rastisur, në Tiranë janë pak, ndërsa rrugët e botës janë të mbushura plot me street artist, metrot, kudo, edhe sigurisht që secili prej tyre ka atë grupimin e madh të njerëzve, të cilët janë gjithmonë të ndryshëm, se janë turistë që ikin, që vinë, dhe a e ke pasur ndonjëherë tendencën sikur ajo që po bën, është ajo vajza, është si ajo akuza asaj vajzës, ti po lyp diçka. Në fillim se e vështirë në Shqipëri. Po, në fillim luftoja me këtë gjë sepse si fillim duhet ta kaloja me veten. Edhe faktikisht është akoma kjo gjë. Sa herë që shkoj për të bërë diçka e mendoj. Do të thënë deri në momentin që unë filloj të këndoj këngën e parë, jam gjithmonë me këto dyshimet, a është kjo gjëja në këtë lloj forme, a çfarë po ndodh? Pse e bëj? Po ndoshta kjo më mban. Gjithmonë pyetje të tilla më mbajnë që të jem aty, ndoshta mund të jetë një formë, por e servirur bukur për njerëzit. Do të thotë është një formë shërbimi. Në fundit edhe në një lokal ne shkojmë lekët sa japim dorë kamarierit, japim dhe një bakshish për shërbimin, për mënyrën ose kudo. Po qoftë edhe kënga, si shkon të paguash diku në një mjedis shërbimi, je duke u paguar. Njerëzit paguajnë dhe atje. Faturat në banak të paguajnë dhe atje. Domethënë edhe në bare, edhe në lokale. Faktikisht edhe lokalet ose teatrot në rrugë. Thjesht janë të kornizuara me drita dhe me perde, me ngjyra. Tani, mua ma tregove dhe kam përshtypjen çdo njeri që të pyet, ja tregon, po a mund të na tregosh edhe këtu atë punën e standardit, atë detajin që ke te kapela? Ke një detaj të kapela? Po, këta. Atë, po. Këto janë ke bërë dhurat $20 të para ca ditësh. Por që do t'i që sot se kam atë zgjegjë. Nuk ka problem, dua standardin, Standardin, po, këtu kam $100, edhe €50. Nuk e dia duken. Duken. Po, edhe Diem më pyeti, dola të këndoja standardi, po edhe
momenti që po këndoja e vendosa këto. Edhe më tha një tash e kupton, ose i ditë kalova dhe të pash këto dhe thash këndo ka bukur. Që do të thotë njerëzit të cilët afrohen me 20 lekësha ose me 10 lekësha duhet ta pyesin veten mirë, përpara se ta hedhin në kapelen tënde 20 lekësh. Sepse fillon standardi nga 150. Kriste mban gjithmonë nëse një ditë do të duhej ajo. Do të duhesh në ato paratë që ke aty. Apo i zëvendëson prap, nëse të duhen i përdor. Se mund të marrë tikën e prap. Ai falso. Prandaj të fiqja të time se ke me vete, sa ishte për vërtetë. Kam janë 10 copsi këto. Se u habita se vetëm atë tonden skam dash pa asaj time si erdhi radha të shpenzohet e para ndërkohë që përdor si duhet. Shiko, nga këto falsot kam ja 200-300 në shtëpi, unë se i përdor, i mora tek kabareti Lafayette në Beograd, i mora për qef, kështu të t'jap, disa ke standardin me ato. Të t'jap rreth tjetër kur takohemi. E di pse i mbaj falso? Se s'është problemi që qenë pak. Puna është që unë këndoj me sy mbyll. Kalon dikush i merr. Mund vinë njëri që duket se do kontriboj edhe të merr ato që ke aty. Ai do thotë do jetë shumë i lumtur, por kur shkoj në shtëpi ta kuptoj. Ti si këto mund të përdorësh sa do duash. Nëse do kem prap ti. Dëgjojmë Imagine nga John Lennon dhe kthehemi përsëri në bisedë me Kristin. Imagine dhe John Lennon edhe burimet e para të frymëzimit të aktivitetit artistik në rrugë të Kristi Karkanaqes, ndërkohë Krist ti ke punuar në disa disiplina artistike. Na the pak momente më parë që je rritur në cirk. Çfarë ke bërë në cirk? Se do të them ngjitu në tavolinë edhe bëj sparkat. Se bëj dot tani. E gjithmonë ne fillonem në cirk në ora 6 ka qenë pasdite. Tregoj një histori, domethënë si bëja çik hile kur isha i vogël. Bënim hapjet në fillim. Ke puna sparkatës. Po unë qaja shumë. Se ku çdo fëmijë qante, po kishte një shkollë ruse që çdo gjë bëhej kështu me forcë, që ti të kaloje disiplinë hekuri. Po. Edhe nëse ishte në ora 6 me 6:30 hapja, unë shkoja në 7:25. Që të kishte mbaruar kjo histori. Edhe gjithmonë kam pas probleme me këtë pjesën. Po në cirk çdo artist cirku duhet të jetë akrobat. Pastaj profilizohet me disiplinat e tjera. Ne fillim ishim akrobat, ishim grupi, mendoj që janë nga grupi i parë edhe i fundit i këtij brezi të cirkut. Unë akrobat kam qenë. Akrobat, pastaj pak klounat. Ke bërë në ato me xhonglime? Xhonglimet bëja kloune, po kam qenë kloune klasik. Ke qenë ai kloni me mundën e kuqe. Që ma merrnin në çdo lloj feste, aktiviteti, duhet vrapoja. Të kapi undën. Po të kapi undën. Që kujtoj një herë me fëmijët e operas dhe valetit u bë një fest. Po fëmijë artistash. Edhe ma morën për t'i argëtuar. Shkoj, cirk, okej, bukur kështu. Zakonisht i ul përpara që ti kisha në kontroll. Po ishte çike pa mundur. Doli një personazh, tha: "Dgjoni Kalamaja. Tani kam një ide. Ta zhveshim kloun." Edhe s'duhet baja vetëm butur, duhet baja pantallona. Ose më saktë, të tilla raste më përpara mbajnë pantallona, pastaj hunda. Pastaj duhet ikë edhe me vrap, kështu që mirë deri tash. Shiko, këtë historitë me fëmijët i ketë lezetshme. Po historia e Elbasanit kur tu desh të ishe si golden statuj e palëvizshme. Kishte shumë e bukur. Qëndrova, u bëja si personazh, edhe personazhi i statujes ka qenë John Lennoni. Dhe isha gati, dola në sheshin e Elbasanit për një aktivitet që kishim dikur me një kompani. Dhe po bënim plane tani 4 çuna të vëgjël se kush do ndante nga trupi im. Pra kokën e donte njëri. Po, më i fuqishëm donte kokën se koka i duke se kishte më shumë skrap. Kishte më shumë skrap. Edhe ishi se koka ishte edhe allçie derdhur dhe aty duke sigurisht komplet hekur i serioz. Derisa në moment lëviza dhe ata e kuptuan që i shkoj kockë. Nuk mund të presin që më tyre. Ishte shumë e bukur. Do të thotë që të vjen dorësh, po themi për grim, për krijim personazhesh, se dakord mund të kesh qëndrimin stoik si statuj, po ndërkohë ti e fillon dhe e mbaron veprën nga fillimi deri në fund vet. Pra, lyesh vet. Ka qenë nga nevoja. Dgjoj. Një pyetje kam. Po. Lyesh mbi rroba. Mbi rroba.
Sa kuptova? Kur lyesh ashtu si statuj. Po. Mbi rroba. Jo lakuriç. Jo, s'ka i akoma. Unë vërtet e kisha kokën sta kështu të derdhur allçi, po. Mos e thash kush e di, Po, që të krijoj efekti gold personazh statuj. Ja, trupi ishte gati, po vetëm fytyra dhe këto pjesët e dukshme të Shiko, perëndia, natyra, energjia, universi si duash ti, të ka pajisur me një aset që jo të gjithë njerëzit e kanë. Zëri, për shembull, edhe un kam 20 të mirë, thonë që kam 20 të mirë, po s'këndoj dot. Ty të ka pajisur me zërin dhe me talenti për të kënduar. A ke menduar ndonjëherë si mund të kishte qenë jeta jote nëse do kishe investuar në krijimtari? Pra të bëje këngë të tuat, të bëje koncerte. E ke menduar ndonjëherë këtë? Apo ke thënë që carpe diem, kështu jam unë edhe çasti im vjen si vjen dhe unë jetoj atë që vjen? Faktikisht e mendoj sepse edhe me kalimin e kohës, edhe me kalimin e moshës, edhe me standardin e jetesës, ku jetojmë mes Tiranës, dhe kupton që a do ta vazhdoj gjithmonë, ja bëj pyetje vetes këtë të dalë të këndoj. Do më pëlqen të bëj edhe koncerte, po nuk e di pse doja t'i lidhja gjithmonë gjërat me si e nisa. Më duket shumë natyrale. Rruga është shumë e bukur. Ndoshta edhe po të kisha mundësi, do të gjeja një formë që ta ktheja prapë gjë në rrugë. Siç e bëra mbas Elavis. Fikse do të pyes për të gjitha. Arsyeja si erdhi? Kënga arsye si erdhi? Arsyeja Nuk e kujtoj. Ti është e kam. Ja, kam kujtime me këtë këngë. Isha zënë me mamin e djalit tim. Dhe pra Kristi është baba. Okej, zbulova një gjë. Unë zbulova një gjë. Goca, ju kërkojmë djetë. Po isha zënë me atën, po. Dhe kisha një shok që shkonte shumë bukur. Ndërkohë kisha gati muzikën që kisha bërë Lindi Islami, dhe nuk kisha një tekst. Edhe kisha arsye për t'i kërkuar falje, edhe kështu lindi kënga Arsye. Arsye mos arsyesime. Arsye mos arsyes ton. Sjell një arsye tim që kur nuk e shpreh dot me fjalët e gojës, e shpreh me tingujt e zemrës edhe me fjalët që i ka prodhuar dikush duke njohur historinë. Pastaj se mori vërtet rëndësinë e dur kënga. Kur u shndërua jo vetëm në arsye të vërtetë. E dëgjojmë arsyen e Kristit. Arsye, na kthejmë përsëri në studio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio. Unë jam me Kristi Karkanaqen për një pjesë të mirë, njihet si street artist, artisti i rrugës së pedonales, ndoshta një prej rrugëve më të vizituara të kryeqytetit, strateg edhe në zgjedhjen e vendit. Të mësojnë lekët. Provoj të shkoj të dush, pastaj kupton kush është. Shiko, e kam thënë gjithmonë do të vazhdoj ta them dhe do të vazhdoj ta përsëris edhe nëse mund të bëjmë bezdisshme, nuk kam qenë kurr një njerëz që ka dashur të raportoj jetët të rozë të personazheve që interviston, por më intrigon vetëm të qenit baba, vetëm kaq. Se mora dhe pozicion. Jo, jam shumë kurioze të di, domethënë, si është një 33 vjeçar tani, po edhe shumë i ri kur je bër baba, i mësuar me këtë rol, apo nëse për rrugët kryesore të mësojnë lekët për të qenit baba, të mësojnë rrethanat. Se ka përshtypjen që do luajë. Se kam mësuar akoma. Nuk e kam mësuar akoma. Po rritesh bashkë me toti? Po rritem bashkë me të, se di, jam kështu si Peter Pan i përjetshëm. Sindromat e fëmijërisë vazhdojnë të jenë tek ty deri në fund. Shiko, uroj të rritet shumë shpejt djali, ke djal? Djal, po. Që të rrisë ty. Noi, ta gëzoj emrin Noi, që të rrisë ty. Përmendëm pak komente më përpara se Lavin. Televizioni është një, e themi neve gjithmonë, është një kuti magjike dhe një gënjeshtër e madhe ku të gjithë duan të futen brenda sepse të bën shumë shpejt popullor, të famshëm e kështu me radhë. Unë ta përmend edhe pak komente më përpara që Selavia ka qenë një nga formatet televizive shumë të pëlqyera për mua, por a e ke parë ndonjëherë televizionin si një mënyrë për të popularizuar apo për të argëtuar për atë që ti bën? Unë jetoja në Prishtinë atë kohë. Prishtina ishte shumë e bukur për street art, sa vetëm një rrugë kanë ata, një pedonale të madhe.
sheshin Zair Pajaziti. Mora një ftesë nga producentët e emisionit. Të them të drejtë, nuk kam bërë kur plane, për thjesht doja të jetoja, ta shijoja. U duk bukur, kisha shumë frikë. A do isha se ishte orkestër. Shumë me karaoke. Pastaj edhe po dole nga karaoke, po dole njerëzit se kuptojnë në përgjithësi. Pastaj orkestra, pastaj ishte shkollë tjetër. Dhe e shijova, më ndihmoi goxha edhe Lindi, faktikisht. Kishim goxha bashkëpunim me njëri tjetrin, ishte shumë e bukur. Dhe nuk bëra kur plane, çdo gjë shkoi shumë natyrshëm. Fitoria erdhi shumë rastësisht, sa mendoja fare. Po u knaqa shumë. E di se po të pyes për televizionin? Po të imagjinoj ty Krist për shembull në një format reality si Big Brother. E bukur do ishte. Ti, një shpirt i lirë i rrugës, i mbyllur në një kafaz. Metaforik, se po ja, atje mund të jetë një formë rrugë e krijuar nga unë. Shiko, në moment do dal do këndoj prapë. Do bëj ato rutinën time. Në momentin që thua bukur do ishte, këta vajza dhe këta djem që punojnë këtu mbajnë shënim. Kristi është gjysmë i gatshëm për të qenë në Big Brother, kështu që jam. Po që sot direkt. Me kështu siç jam, kam dhe shpinhavër, marr një palë kanatiere çan këtu. Shiko, aq duhet se pastaj pjesa tjetër të sillen më mbrapa. Aq nevojshme. Aq duhet edhe për të jetu. Paolo Nutini. Po. Pse është pjesë e kësaj listës tënde të shkurtër, sepse ne kaq mundsi kemi për ta bërë listën këtu, ti mund të kishe zgjedhur qindra këngë të tjera, por do të pyes pse janë specifike këto. Më pëlqen se lidhet pak me stilin tim, pa. Me stilin tim. Kapelja, mënyrat veshurit, lirshmëria, besoj që ka qenë artist rrugë, në mos gaboj, për që ta kemi informacione saktë. E ka këtë stilin e street style. Okej, edhe kënga ishte? Candy. Candy. Hajde ta dëgjojmë bashkë. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të Back to the Beginning për këtë mbrëmje, megjithatë kemi ende kohë në dispozicion për një bisedë të bukur, të çlirtëm, të vërtetë, të sinqert. Me që jemi këtu tek e vërteta dhe tek e sinqerta. Unë besoj që njerëzit që jetojnë si ty, pra çastin, pa shumë llogarira, pa shumë plane afatgjata, nuk din të gënjejnë. S'din, edhe nëse tentojnë të gënjejnë, mbyten në gënjeshtrën e tyre në një fraksion sekundi. Është e vërtet? Po shi njerëz jemi edhe ne. Gabon, do të thënë gënjeni. Po. Përgjithësi s'gënjej, po varet e situata. Cila situatë do të bënte të gënjeje? Të fshihesh e pas gishtit, duke menduar që nuk prodhon shqetësime të tjera. Pra me një gënjeshtër mund të themi që mbyllet një kapitull edhe kalojmë ecim përpara. S'e di? Nuk e di. Nuk ka ardhur akoma ky moment, deri tani ke thënë të vërtetën. Po jam përpjekur. Si është ajo? Edhe gënjejmë nga një çiçkë, edhe na gënjejmë nga një çiçkë. Në tërë këtë figurë disa disiplinore quajtëm, ne kishim një vështirësi të madhe për të vendosur titrën e Kristit, se nga që kemi shumë gjëra, si ti them këngëtar, po ndërkohë ngelet pas dorë ajo tjetra, edhe e quajtëm artist i pavarur. Dhe me që jemi këtu te pavarësia, Krist, shiko se ti ke fantazi pafund. Mbylli syt siç këndon, edhe për shembull mendo që je në një zyrë duke punuar në orën 8 deri në orën 4, duke kryer një proces pune që të do aty me orë fikse, që paguhesh shumë mirë. Jam kurioze të di kur do t'i thuash kësaj pune iksem çmendë se s'të dua. Ti je i varur nga njerëzit, ti je i varur. S'do ta kisha bërë. S'do ta kisha bërë dot fare. As nuk e merr mundimin ta provosh. E kam provuar. Kam provu, po nuk e di, u bë shumë vite që jetoj kështu. Jam rrit me këtë frymë. Sa është shtrenjtë liria për ty? Në të gjitha dimensionet. Liria është gjithçka. Faktikisht për këtë jetoj. Ti jemi lirë. As nuk e çon në përmend që të bësh një kompromis që mund të përmirësonte cilësinë e jetës tënde në një moment caktuar, ose por që do të shtrëngonte pak te parametrat e lirisë për familje. Për djalin, po, nëse një moment mikën zëri o s'bëj dot më konsumojnë personazhe. Atëherë Kristi ke thënë një gënjeshtër të vogël në këtë program. Kur the
nuk kam mësuar, ndoshta nuk kam mësuar ende ta bëj rolin e babait. Sapo tregove që ke mësuar ta bësh rolin e babait, të marrësh përgjegjësitë tua, edhe të sakrifikosh lirinë tënde për të bërë diçka që mund të përmirësonte cilësinë e jetës së tij. Po më duket pak. Të duket pak. Më duket pak. Megjithatë njerëzit jetojnë me maksimumet e tyre. Për shembull, nëse do të kishim limitin e numrit 10 për të shpërndar dashuri, unë kam 10 e ju e keni 3. Nëse ti më do nga 1 deri te 3, edhe unë nga 1 deri te 10 7, unë besoj që ti më do më shumë, sepse ti luan me maksimumet e tua, kurse unë kam ende një rezervë, një koracë mbrojtëse, kështu që asnjëherë mos mendoj që është pak. Në fundit dashuria është marrëdhënie, nuk ka rëndësi kush jep më shumë, edhe kush jep më pak. Si shembulli është një shembull biblik i një vejushe që ishte një rast që jepnin kontribute njerëzit e pasur, edhe ajo dha vetëm 2 monedha, por ky shembull u shkruajt sepse ato ishin të fundit. Ato ishin të fundit. Pak a shumë kjo është ideja. Ti e the pak komente më përpara që nuk kam qejf të bëj plane. Ama frikrat jetojnë me ty siç jetojnë me secilin prej nesh. Si shte pak komente më përpara, ku diun, më lë zëri. Pra më lë disa gjëra që unë i bëj aktualisht. Njerëzit e lirë kanë një mundësi për ta mposhtur frikën më lehtë. Çfarë të frikson ty më shumë në jetë? Duke filluar që nga momenti që del, njerëz me të cilët mund të përballesh në rrugë, njerëz që mund mos e mirë kuptojnë atë që ti bën, njerëz të cilët mund të të fyejnë, mund të të ofendojnë. Dhe në fundit në dejet e tua gjak rrjedh, se nuk rrjedh bëj stilografi. Kjo përpjekja për të qenë menaxhueshëm. Sa herë të ka ardhur në majtë hundës për të thënë ja fusni këti. Po e lënë kaq. Këto s'më tërëm fare. Ja. Ajo që më tërëm gjithmonë edhe e mendoj çdo ditë, është a do zgjohem nesër. Ke frikë nga ikja, domethënë. Këtë nuk e di, këtë edhe them faleminderit që sa herë që hap syt, se është një proces që nuk varet nga ne. Po, edhe ne nuk e dim se kur e kemi. Kushdo mund të kesh gjithë botën, por ti mbyllesh syt, pastaj është një gjë tjetër që nuk e kuptoj, edhe këta jam përpiqem ta mendoj çdo ditë, them, okay, po zgjova sot, faleminderit. Në fakt ti ke paraprirë një pyetje që zakonisht unë e bëj në fund të programit, nga që ky është një retro, është një kthim pas në kohë, në kujtime. Po me që jemi këtu, mund të pyes tani, çfarë është koha për ty? Pra, koha që ikën është një ditë më pak nga jeta dhe të trishton, apo një ditë më shumë me më shumë përvojë. Pra unë di më shumë se dje, dhe ndoshta uroj shumë që të jem dhe nesër që të mësoj një gjë më shumë. Varet se si e kam jetuar. Ke jetuar intensivisht. Po, nëse ka qenë diçka që të nesërmen më ka bërë të lumtur, ka qenë diçka që ja vlen. Ose ka qenë një gjë që të nesërmen kanë thënë po pse. Duhet ta rikthej dhe një nga fillimi, prap. Jam një ditë minus. Për shkak të intensitetit të jetës që bën, që ke bërë deri tani. A ndjehesh ti 33 vjeç apo më shumë? E heqim pjesën e fëmijërisë që thamë, po në përvoja ose në intensitet. Në disa aspekte ndjem pak më i madh. Më i madh. Po. Po sa momente pastaj e hum fare se nuk e di sa vjeç. Bëhesh i vogël, bëhesh 7 vjeç e gjysmë. Me Kristi kemi qenë përpara një viti, më duket, vitin e kaluar, e ftova në një projekt të vogël të përbashkët, ku midis të tjera shkëndoi Have you ever seen the rain? Dhe më vonë më ka thënë që kjo është kënga e jetës tënde. Pse është kënga e jetës tënde? Pse është kaq shumë identifikuese? Pra nëse folën për Paolo Nutinin, për stil edhe për të tjera, pse kjo këngë e cila ka lindur shumë kohë para teje, është pjesë e jetës tënde? Kjo ishte kënga e dytë që mësova mbasi mesi. Okay. Edhe më kishte më shumë sukses me ta. Po, më shumë sukses edhe e kam kënduar shumë sa më duket sikur është kënga ime. Kënga jote. Po për te dhe pastaj edhe mesazhet që mbas çdo problemi do dali dielli, gjëra të tilla. Këto këngët që këndon vet, të qëllon ti ri të dëgjosh prap ku diun të vesh kufjet në celular dhe të dëgjosh Have you ever seen the rain apo të kanë ardhur këtu. Problemi vetëm është që unë edhe kur duhet ta mësoj nuk e dëgjoj. Nuk e dëgjon. Po si e mëson një këngë? E mësoj duke kënduar. Duke e kënduar. E mëson duke e kënduar pa e dëgjuar apo e dëgjon ndërkohë që e këndon? Jo, dëgjoj e këndoj, ndërkohë e kuptoj ku është gabimi dhe e mësoj duke e kënduar. Në fakt kjo është forma. Më kanë mësuar në një
e përvojë që kam patur në teatr, sepse unë mendoja për shembull që aktorët e mësojnë tekstin diku dhe pastaj atë e interpretojnë. Aty kuptova dhe mësova që ajo mësohet duke e lexuar dhe duke e luajtur ti në skenë, jo duke e bërë gati diku. Se përfshihen gjithë shqisat. Se përfshihen gjithë shqisat. Have you ever seen the rain? E dëgjojmë tani në Top Albania Radio dhe kthehemi bashkë në ndërhyrjen e fundit me Kristi Karakanaqën. Jemi përsëri bashkë në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital, në kanalin televiziv të radios. Si ishin ato kohra kur vetëm radioja dëgjoj, tani radioja shihet. I them Kristi do presësh vetëm 5 minuta sa të bëj pak grim. Në radio, sepse jetojmë në epokën e radios që shihet tani. Nëse do ta përkufizoje veten tënde si natyrë, nuk e di nëse të kujtohet kur e hapa këtë program që thash, është black por jo dark. Si unë, dhe unë kështu mendoj që jam black por jo dark. Mendoj që jam natyrë solare, energjike. Të njëjtën gjë mendoj edhe për ty. Ndoshta me blackun ton duam të kamuflojmë s'puna ti prestigiatori që vishe gjithmonë me zezë, se zeza edhe thithë edhe fshe. Por thonë për shumë fshe, i themi fshe, ca kilogram, ca gjëra, i fshe të zeza. Nuk para dukesh. Kurse unë e kam shtorgu rrypin 3. Që të duke shumë. Jo, që të më mbi pa do. Jam do pësë këto, ja. Shumë. Po blej pra një numër më të vogla. Po jo, i marr ti kem për kështu. Ti kesh kur të rritesh. Ti kesh kur të rritesh. Edhe këtu se 2 numra më të dhaja, se i vesh me 2 fal çorap. Kush është personazhi që ndërkohë folën për statuja, folën për muzikë, por ke edhe një personazh që ke shumë të dashur. Për shembull, siç është personazhi Chaplinit, unë kam parë që ke bërë në disa evente bashkë, po kam qejf të punoj me një projekt përbashkët me Charlie Chaplin. Sa është 1920-a, 1930-a? 30-a. Pse është kaq frymëzues një personazh i viteve 30 i cili nuk thot asgjë për thot shumë? Dhe ka dëshirë ta luaj një, se tani e 33, po sa kohë ke që ke dëshirë të merresh me personazhin e tij? Është ajo që sa po tham, që janë 2 personazhe, një i viteve 20-30 dhe një i kohëve moderne, Mr. Bean dhe Charlie Chaplin. Të dy bën njerëzit të qeshin pa thënë asgjë. Pa thënë asgjë. Që është shumë e vështirë. Sepse gjithmonë thuhet që është shumë e vështirë ti bësh njerëzit për të qeshur, sa për të qartë. Por që bie që ti ke brenda shumë për të transmetuar. Për të transmetuar pa folur. Plane nuk bën, por dëshirat dhe ëndrat i kemi pa para, sa ato nuk është se na i vjedh njëri, nuk është se na i merr njëri. Nëse do kishe sot shkopin magjik të magjistarit për vërteti, atë qëllimin fluturues të këtë lampën e Aladinit, edhe çdo gjë tjetër që fërkohet dhe plotson dëshira. Do doje flok, po ky është kollaj. Jo. Çfarë do doje? Familje. Po. Tisha një të ju preka. Nëse familje, po. Po familjen e ke, mund ta mbledhësh. Do të mbledh trut. Sepse do të thënë ty të ka bekuar Zoti me familjen, se ka njerëz të cilët e duan, përpiqen, tentojnë edhe se kanë dot. Në fakt ti e ke dhe unë besoj që është më e thjeshtë të mbledhësh trut se sa të mbledhësh familjen. Mbledh trut përpara. Është më mirë ti kem të dyja dhe të kemi sakt për familje. Duket si psikologu. Nuk është fajiv që studimet e dyta i kam kryer në psikologji, me dashje pa dashje model. Jo, edhe u zgënjej. Po pa, kjo do ishte dëshira ime më e madhe. Më e madhe. Po. Se mund të jesh Charlie mirë, mund të këndosh bukur, mund të jesh kushdo mund të jesh. Po janë ca gjëra në jetë që kanë vlerë më shumë se të gjitha. Në përfundim nuk është një mënyrë për të ngushëlluar dikë, po është një mesazh nga një njeri i cili ka jetuar gjithashtu në rrugë, pa bërë atë që bën ti në rrugë, po për shkak të punës. Edhe unë më shumë kam jetuar në rrugë sa kam jetuar në shtëpi. Duhet të kesh parasysh një gjë, Krist, nga përvoja që kam unë dhe e njerëzve të cilët më kanë mbështetur mua të kem një përvojë.
Njeriu më i poshtë në botë apo artisti më i madh në botë, nuk ka rëndësi se kush është ai, është hero në syt e dikujt. Në syt e fëmijës së vet. Kështu që unë uroj të fitosh mbledhjen e truve, mbledhjen e familjes, ta zgjerosh familjen pse jo, edhe të falenderoj shumë që ti ishe këtë mbrëmje me ne, duke na dhënë mesazhe të bukura, të sinqerta, por edhe reflektuese. Sepse dikush që ka humbur diçka që shpresoj të jetë e përkohshme, edhe që e dëshiron prapë atë për mua, është reflektim. Edhe lum kush di të reflektoj, edhe lum kush di të thotë që diku kam gabuar dhe sot reflektoj. Po, më pëlqen kjo intervistën ta trajtoja se gjithmonë njerëzit mendojnë që jam e Kristi që bëj qesh, që bëjmë gallat, po ka ca gjëra që duhen thënë. Edhe kam përshtypjen që nuk është si i mban të fshehura se s'do të tregosh gjendjen tënde në një moment të caktuar, po është se ndoshta nuk do të ngarkosh dikën në një moment, edhe i jep atij atë që do ai, pra këtë humorin, gallatën. Nuk jam natyrisht gjithmonë ma ka dhënë edhe rruga këtë pjesën që kam qenë gjithmonë të argëtoj njerëzit, po për mua kush mendon. Kjo është e rëndësishme. Siç e pyes gjithmonë artistët apo çdo tjetër, apo dhe mjekët. Ore, kur doni ju dhe keni nevojë ju për veten tuaj, ku shkoni? Sepse aty fillon dyshimi, besimi e gjitha me radhë, kështu që të gjithë njerëzit e të njëjtit profil e kanë të vështirë se ku të shkojnë kush mund të argëtonte ty. Do pim një bjerë bashkë dhe do shohim që mund të argëtohesh për shembull edhe të parë të tjerat. Faleminderit që ishe këtu me ne. Faleminderit ju. Kënga e fundit me të cilën unë ta mbyll me Kristin Big Brother, mos haro Big Brother. Big Brother. Çuna dhe goca, nuk e di nëse ishte mjaftueshmërisht i qartë Kristi, edhe pse ka jetuar dhe jeton në rrugë, i pëlqen liria. Në rrugë Viles. Do t'i pëlqente, ta provonte një përvojë si Big Brother. Love is on the line. Këtë orë edhe për ty. Këtë orë edhe për ty. Ta kesh gjithmonë pjesë të vetes tënde. Është kënga e fundit. Jack Savoretti ose ndryshe, faleminderit që mbështet këtë program, Jack Daniels. Natën e mirë, mirupafshim.